Pashka është përkujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe vërteta themelore e besimit dhe jetës sonë. Nëse nuk do të kishte pasur ngjallje, nëse nuk do të ishte mundur vdekja, atëherë predikimi dhe besimi në Krishter do të ishte i kotë, thekson apostulli i madh. Sepse vetëm nëpërmjet ngjalljes së Zotit, natyra jon njerëzore mori rëndësinë dhe kuptimin e saj të vërtet. Fitoria e tij mbi vdekjen është një fitore universale për të gjithë kohrat dhe për të gjithë popujt. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri. Çdo fitore tjetër në botë ka krijuar ndarje dhe vazhdojnë të ndajnë njerëzit nga njëri tjetri. Kur një fiton, një tjetër humb. Njëri gëzohet, tjetri i dhërohet. Ndërsa në fitoren e ngjalljes së Krishtit duhet të gëzohen të gjithë, sepse mundet vdekja, armiku i përbashkët i të gjithë njerëzve. Këtë Pashkë, ne nuk e kemi mes nesh kryepiskopin ton të dashur Anastas, por zemrat tona ngushëllohen, duke ditur se ai tani ndërmjetëson për ne pranë Zotit, sepse Perëndia nuk është Perëndi të vdekurve, po i të gjallëve. Besojmë se vdekja nuk është fundi, po fillimi i jetës të re në Perëndin. Ne shpresofshim në Krishtin, vetëm në këtë jetë jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. Ngjallja e Krishtit na forcon dhe na jep të gjithëve besim. Na jep jetë për jetës së tij, një jetë e shenjtë, një jetë që mposhtë edhe vdekjen, një jetë pa mbarim, ku pushteti toksor i vdekjes nuk ka më fuqi. Kemi besim, dhe besimi ju nuk është thjesht një emocion, apo vetëm dëshirë, po është një siguri e themeluar mbi shkëmbin që është Krishti. Fryma dhe fjala e tij mbollën faren e jetës, aty ku mbretëron të vdekja, përhapën dritën ku ishte errësira dhe dhanë gëzim kudo ku kishte frikë dhe trishtim. Ai kaloi në varrezën njerëzore, duke përhapur lulet e përjetësisë. Po ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e kësaj jete. Në botë ka padrejtësi dhe luftra, varfëri dhe mundim, sëmundje dhe vdekje, që shpesh mund ta çojnë njeriu në dëshpërim. Egoizmi dhe lakmia i kanë helmuar dhe deformuar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, duke i tjetërsuar e duke i vetmuar nga njëri tjetri. Largimi nga vlerat, nga dashuria, drejtësia dhe mshuria, dhe sidomos nga prania e Zotit në jetën tonë të përditshme, krijon një errësirë shpirtërore, duke mjekëlluar mendjen njerëzore e duke çoroditur kuptimin e jetës. Errësira shpirtërore është prengesa më e madhe për të hyrë në jetën dhe çlirimin e vërtetë. Por sa më e madhe të jetë errësira, aq më shumë duhet drita. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë gëzim, sepse vetëm duke përjetuar në jetën tonë dritën çliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet e të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne kemi sigurinë se dashuria e tij është më e fortë se urrejtja, jeta në të më e fortë se vdekja, dhe se shpresa jonë në Krishtin është më e fortë se dëshpërimi. Ai është shpresa jonë, dhe ata që shpresojnë te Zoti, thot profeti Isaia, do të ripërtërinë forcën e tyre. Ata do të fluturojnë mbi krahas e shqiponja, do të vrapojnë e nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të ligështohen. Nëse do të ndizet drita e ngjalljes në jetën tonë, atëherë dhe marrëdhëniet ndër njerëzit do të ndriçohen. Ne jemi krijuar si qenie komunitare dhe jemi thirrur të jetojmë në bashkësi me njëri tjetrin e ta ndihmojmë njëri tjetrin, duke ruajtur dinjitetin e çdo personi njerëzor, sidomos të njerëzve në nevojë dhe në vështirësi. Sakrificat, ashtu si mjekimi, nuk janë të lehta, por janë të domosdoshme për shërimin tonë shpirtëror. Sepse nëse nuk do të përjetojmë dhimbjen e kryqit, nuk do ta përjetojmë as gëzimin, jetën dhe dritën e ngjalljes. Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë Pashkëve ne këndojmë: vraponi dhe i shpallni botës se si u ngjall Zoti, duke shkatëruar vdekjen.
Ai është biri i Perëndis, shpëtimtari i racës njerëzore. Ndoshta sot më shumë se kurrë, bota jon ka nevojë për mesazhin e Pashkës, sepse ngjallja nuk është thjesht një ngjarje e kaluar, por një përvojë e vazhdueshme për çdo kohë, për çdo brez e për çdo njeri, e cila jep shprizë, dritë dhe gëzim në jetën tonë dhe nuk na lejon të mbytemi në detin e hidhërimit. Pavarësisht se sa të vështira mund të jenë problemet tona, ngjallja e Krishtit na premton një të ardhme krejtësisht të ndryshme. Ngjallja e Krishtit nuk është një ngjarje dhe një kremtim që ka të bëjë vetëm me atë, por edhe me ne, sepse ai na bëri pjesëtar të ngjalljes së tij nëpërmjet plotësisë së natyrës së tij njerëzore. Ngjallja e tij prek dhe transformon të gjithë njerëzit, duke i dhënë ekzistencës së njeriu një jetë të re, e duke bërë tregues i plotësimit përfundimtar të natyrës sonë njerëzore. Ai që u ngjall sot, shkruan Shën Grigor Theologu, do të më përtëri në shpirt e do të më vesh me njeriu e ri. Për Pashkë kemi thirrur të përqafojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes jetëdhënëse të Krishtit të falim njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të thërrasim në një zemër të pastër. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Hristos Anesti. Hristos Anesti. Krishti u ngjall. Mëkatarët prej faqes së Perëndisë, edhe të drejtë do të dëfrejnë. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekjen dita që bëri Zoti, le të ngazëllohemi dhe le të dëfrejmë në atë. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekjen Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erë e në jetë të jetëve. Amin. Krishti u ngjall së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe
unë gjallë, vërtet unë gjallë, Hristos Anesti, Hristos Anesti, ishte unë gjallë, vërtet unë gjallë, gëzuar Pashkët dhe për shumë vjetë. Gëzuar.